vitin e ardhshëm ose në 2027, por çdo ditë që kalon, ai humb gjithnjë më shumë pushtet në Serbi dhe sikurse e thash në arenën ndërkombëtare. Ndaj, për të mirën e Serbisë, qytetarëve të saj dhe rajonit, është që ta vendosim, ta rrëzojmë këtë regjim të Vučić që është anti-BE, ta rrëzojmë sa më parë dhe të fillojmë me ligjet më të forta kundër korrupsionit dhe për vendosjen e drejtësisë. Serbia aktualisht është mbrapa vendeve të tjera të rajonit në rrugtimin e antarësimit dhe përpiqet i arrijë ato. Dhe një pyetje të fundit, a është opozita gati për zgjedhje? A janë kushtet e nevojshme që të mos përsëritet ajo çfarë ndodhi në zgjedhjet e shkuara? Dhe lëvizja studentore, si do të paraqitet në këtë zgjedhje? Çfarë strategjie ka bashkë me opozitën, me listë më vete, do krijojë një subjekt, një listë, si do të maksimalizohet e gjithë energjia, po them, jo vetëm e partive opozitare, por edhe qytetarëve opozitar ndaj pushtetit? Të them të drejtën, studentët janë më të përgatitur për zgjedhje se sa opozita. Fatkeqësisht, opozita nuk është gati, ndërsa studentët kanë përgatitur një listë me 250 emra për parlamentin ton. Ata kanë zgjedhjet paraprake në sistemin e tyre, zgjedhjet primare në sistemin e tyre. Ata po shkojnë në çdo qytet dhe në çdo fshat të Serbisë dhe në fund të dhjetorit do të ketë një protestë të madhe në Serbi për të konfirmuar pikërisht këtë mbështetje për zgjedhjet e ardhshme. Sa i takon opozitës, ajo po përgatit diçka të dobët. Ata po kritikojnë regjimin në parlament, por kjo nuk mjafton. Ajo që do të kemi në zgjedhjet e ardhshme është përpjekja që do të përsëritet për manipulime sikurse e patëm në 2023 me një lëvizje të qytetarëve nga Bosnja që do të vinë të votojnë, ose persona që do të votojnë deri në 7 herë në të njëjtat zgjedhje. Pra, në 2023 pati një mashtrim të madh, jam i sigur se regjimi po përgatitet për një mashtrim të madh sërish, por mendoj se ajo që kemi, këtë herë Vučić e ka të pamundur të bëjë vjedhje masive. Këto zgjedhje duhet të shpëtojnë Serbinë, pasi siç po e shohim, sistemet energjetike, aferat korruptive po i shkatrojnë qytetet tona, po e shkatrojnë arsimin këtu në Serbi. Ka shumë probleme, prandaj ne po bëjmë thirrje për zgjedhje sa më parë dhe po shpresojmë për mbajtjen e zgjedhjeve më të mira. Nga ana tjetër, jemi të vetëdijshëm se duhet të vazhdojmë luftën për të drejtat tona dhe të provojmë se zgjedhjet i kemi fituar ne, pasi Vučić po e humbet mbështetjen dhe nuk mund të vjedhë më si më parë. Dhe nga ana tjetër, neve nuk duhet të tërhiqemi dhe të themi, ok, fitoi ai. Shpresojmë të kemi një tranzicion paqësor pushteti nëse zgjedhjet mbahen. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Festat gëzuara.
New Year and gjithashtu shumurime nga Beogradi në redaksin tuaj dhe për qytetarët shqiptar. Është kënaqësia ime të bëj biseda me ju.